Skuadra e Vardarit doli fituese e Kupës së Maqedonisë së Veriut në edicionin e 32 pas mvetësimit të vendit. Vardari mbrëm në një ndeshje mesatare, mundi Struga Trimlum 2-0, ndërsa autori golave ishte Davor Taleski. Skuadra shkupiane këtë trofej e fitoi pas plot 18 vjetësh dhe është i gjashti në historinë e këtij klubi pas mvetësimit të Maqedonisë së Veriut. Trofeun e ndau kryetari i FFM-s Mazar Omeragic. Kjo ndeshje finale u zhvillua në praninë e një numri të vogël të shikuesve, ndërsa duhet veçuar sjellja e pahijshme e tifogrupit Komitët, të cilët në pjesën e parë ofendonin dhe shanin shqiptarët, bërtisnin Maqedoni, asnjëherë e Veriut. Makedonia Nikogash Severna, ndërsa në pjesën e dytë ofendonin trajnerin Sedlovski, i cili një kohë ishte trajneri i FC Shkupit dhe sidomos me ofendime të pahishme dhe transparente ju drejtuan edhe Milenko Nedeljkovskit dhe momenti tjetër ishte edhe bojkoti me rastin e ndarjes së trofeut. Pas kësaj ndeshje tani më janë kompletuar 4 ekipet që do të përfaqësojnë Maqedoninë e Veriut në kupat evropiane dhe atë shkëndija në kualifikueset e Ligës së Kampionëve, ndërsa Sileksi, Rabotnički dhe Vardari në Ligën e Konferencave.